Bismillahirrahmanirrahim. I ardhë funi këti Ramazani. Në këto ditë banëm adhurime të ndryshme, agjerum, falem namaz farze, falem nafile, falem namaz të natës, dikush nga ne dha zeqat, shumica e dham sadakatul fitrin, dikush dha dëni sadaka, dikush ndihmoi dëni të varfër, dikush i çoi dikuj ushqim, dikush veshmbathje. Të gjithë këtë e banëm për me arrit kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, innamal a'malu bil khawatim, veprat matën në fund. Pra inshallah edhe fundi i këtij Ramazanit ka qenë hajrli. Pra Ramazani është mjet me të cilën adhurohet Allahu, e nuk është mjet i cili adhurohet. Pra ne edhe mas Ramazanit duhet jemi në vazhdimsi të adhurimeve tona, të ibadeteve tona të ndryshme, se thot Allahu i madheshëm, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, adhuroje Allahun derisa të vjen momenti i funit, pra derisa të vjen vdekja. Inshallah Allahu është i kënaqur me këtë ibadet të cilën e veprun të gjithë muslimanët. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.